Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Shigjetari. Atëherë, shenja e shigjetarit është shumë e ndikuar tek jeta e tyre e përditshme, tek rutina e tyre, tek efikasiteti që kanë në lidhje me vetën e tyre. Duan ta bëjnë gjithçka në mënyrë praktike, ta përkthejnë në prakticitet me të thënë në këto momente, dhe kjo nuk është diçka negative, është diçka negative, përkundrazi, mënyra se mund ta bëjmë këtu më thjesht të mos humbasim kohë, vozohemi, sepse një nga efektet anësorë dhe kjo mund të nervozohemi pak më shumë se ç'duhet, është që të jemi të programuar. Deri tek nëna e plot, shenja e shigjetarit do të perceptoj shumë mirë se cila është mënyra më efikase për të bërë çdo gjë, si për punën e tyre, për jetën e tyre të përditshme, ndoshta për cili është sporti që është më efikas për ta, cila është mënyra ushqimit, bile në këto momente mund të vëmë re dhe disa gjëra ushqime që nuk kemi tolerancë. Edhe për shenjën e shigjetarit mund të duam të ndryshojmë pamjen tonë të jashtme, bile mund të kemi filluar ta ndiejmë këtë si zjarr nga brenda, nëse kemi ndjesi të tillë, do ta këshilloja me ngulm. Në momentin që e bëjmë, arrim që t'i bëjmë to, të balancojmë të gjitha këto, të perceptojmë mirë se cilat janë gjërat dhe jemi të programuar, e kemi shumë më të thjeshtë të fokusojmë tek tema që ka më tepër rëndësi, që është bota jonë e brendshme. Duke qenë se në këto momente shenja e shigjetarit, arsyeja që po merret kaq me prakticitetin është të anashkaloj botën e tyre të brendshme. Duke qenë e ka pak duke vluar në këto momente. Ka shumë gjëra që ndoshta nuk do të përballet. Trauma që mund të kenë ardhur nga e shkuara. Fjala traumë ka ngelur pak si fjalë e frikshme në këto momente, por në të vërtetë janë probleme të cilat nuk ka dashur që t'i zgjidh ose të përballet në momente të caktuara sepse ka pasur një ngarkesë më të madhe nga gjëra të tjera. Por ky është momenti ku në qoftë se zgjidhem shpejt e shpejt gjëra praktike në anëmaterje, kemi mundësi që të përballemi me këto probleme që kemi anashkaluar në çështjet shpirtërore, në anën psikologjike, më mirë të themi, dhe do të mund edhe të zgjidhim këto. Do të kemi shërim të plotë, më mirë të themi. Të gjitha kufin që kemi vënë ose që muret që kemi ndërtuar në këtë periudhë do të shëmben dhe falë kësaj shenja e shigjetarit do të rritet vërtet shumë. Do të ketë një balancim vërtet shumë të madh, do të ketë një rritje shumë të madhe shpirtërore. Duke qenë se shenja e shigjetarit është një ndër shenjat më shpirtërore faktikisht që kemi, për ta kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Do të kemi një rritje në begati, falë kësaj, shtimin e dukshëm të ardhurave materiale, do të kemi krijimin e lidhjeve sentimentale shumë të fuqishme dhe shumë të shëndetshme. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe drejtuesi i tyre ka një kënd negativ me shirone dhe kjo mund të kryejë edhe plagë ose të hap plagët që na janë krijuar nga shkuara, ti rikujtojmë ato. Kjo në qoftë se përballem, nëse jemi të guximshëm, atëherë do ta kemi shumë më të thjeshtë të gjitha këto, jo vetëm të tej kalojmë, por edhe të lulëzojmë pas kësaj. Do të kemi krijimin edhe të burimeve të ardhurave materiale të reja, sepse në këto momente kreativiteti tek shenja e shigjetarit është shumë i lartë. Mund të marrim një ndihmë shumë të madhe dhe nga shoqëria. Shenja e shigjetarit në lidhje me shëndetin është një ndër shenjat më të prekura. Gjithë atë anën efikase, mënyrë se gjërat e reja që po perceptojnë në këto momente në lidhje me ushqimin, në lidhje me sportin që duhet të bëjnë të tjerë. Nëse dëgjojnë trupin e tyre, e kanë shumë më të thjeshtë në këtë moment ta kalojnë me sukses dhe të mos kemi probleme, por nëse nuk e dëgjoni trupin tuaj, ka mundësi që të gjitha problemet shëndetësore të zmadhohen edhe më tepër, prandaj do t'i këshilloja që të dëgjoni trupin tuaj, nëse ndjeni veten të lodhur të shpjodheni, të merrni vitaminat, multivitaminat ose suplementet që janë të domosdoshme, të shkoni te doktori nëse ndjeni diçka dhe duke qenë se vazhdojmë që të jemi gjatë tetorit roz, të shkoni të bëni edhe analizat e nevojshme, pra testimet e nevojshme. Faleminderit shumë edhe juve. Okej, pra, natën e mirë.